Gjithçka duket ftuese me një skenografi festive në skenën e teatrit të operës dhe baletit. Mozaiku i këngëve më të njohura botërore, por dhe atyre shqiptare, do të jenë pjesë e koncertit Krishtlindje në Opera, mbrëmjen e së martës. Programi i koncertit është ndërtuar kryesisht me pjesë klasike të vendeve të ndryshme të botës, por edhe me këngë shqiptare, këngë të njohura që i këndon çdo familje në Shqipëri dhe në botë. Regjisori Nikolin Gurakuqi, i cili prej ditësh po punon me këngëtarët, i bën një ftesë të gjithëve, që duan ta festojnë lindjen e Krishtit në një atmosferë festive dhe krejtësisht ndryshe. Koncerti Krishtlindjeve ndryshon nga koncerti i vitit të ri, sepse është më intim, është më familjar dhe më bukur se sa një ftesë në teatrin e operës dhe baletit për të festuar Krishtlindjen në mënyrë hymnizuese ta quajmë për lindjen e atij fëmije i cili ndryshoi historinë e njerëzimit tash 2000 vjet, s'besoj se do të kishte. Kryefjala e mbrëmjes festive janë këngët dedikuar Krishtlindjes, që do të interpretohen nga solistët e teatrit të operës dhe baletit, orkestra simfonike dhe kori fëmijëve.